Në Maqedoni ende ne kërcnohemi, ende ne shqiptarët kërcnohemi, derisa edhe në Kosovë. Dhe thot unë jam musliman, nuk thot feja ime është shqiptaria. Jo, këta janë përllog, këta janë pleh o vllazër. Këta janë pleh që kanë haram me u fut në varrezat e muslimanëve. Nëse nuk i bindesh hoxhës, nëse nuk i bindesh shallit robrisë, shallit beturinave turko-osmane, nuk varrosesh te varrezat e muslimanëve. Në Maqedoni ende nuk kemi varreza shqiptare, po kemi varrezat muslimanëve. Mos ma bovd Zoti, mu varros me një vend ku varrosen kombe tjera. Du të varrosen vetëm ku varrosen shqiptar, që e kanë kuptu se fjala fe është e Shqipës.